Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Mbulesa është farz oj motër, ti mua më dëgjo, mbuloku oj motër, vetë respekto. Të mbulokesh Zoti, pyet ka urdhëru, andaj ti Allahun zban me kundërshtu. Mbulesa është farz, është obligim, ajo është moral, ajo është shpëtim. Mbulesa është farz, është obligim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Wallahi, të gjitha ata të cilët nuk e përkrahin këtë ditë, këtë moment, për të ngritur zërin ndaj atyre në një mënyrë ma demokratike dhe ma paqësore, kam frikën së pari për vetën dhe familjen time, se mund t'i dënon Allahu subhanahu wa ta'ala, apo mund të na çon Allahu subhanahu wa ta'ala ndonjë dënim kolektiv. Ne nuk jemi kundër askujt, por jemi kundër atyre të cilët e hodhin në shkrimin për të ndaluar shamijat në shkollat tona. Wallahi, ato motra në Trenas, ato motra në Gjakov, në Deçan, në Gjilan e Ferizaj e Vitin, të gjithë nga ne duhet ullur dhe qajtur për to, sepse shpesh herë po na vin letra dhe po na thojnë, o ju agjolar, na keni mësuar për të avnuar shamijën në kokë, po askush neve s'po na mbrojnë më, po na fyën, po na thojnë se kemi marr lek nga të huajt, po na thojnë se ju jeni nga ata dhe nga këta, po a i shikoni ju gjyshët dhe nanat e juve, a i shikoni ato, apo ndoshta i kini harruar, dhe i kini alarguar meq ato nanat të cilët ju rritë me shami në kokë. Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Mbulesa është farz oj motër, ti mua më dëgjo, mbuloku oj motër, vetë respekto. Të mbulokesh Zoti, pyet ka urdhëru, andaj ti Allahun zban me kundërshtu. Mbulesa është farz,
është obligim, ajo është moral, ajo është shpëtim, mbulesa është farz, është obligim, ajo është moral, ajo është shpëtim. Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Mos dëgjo ti botën, shka flasin për ty, se ata janë verbër, por kanë edhe sy. Bota tyre është veç shkatrim, ata te Allahu nuk do t'ken shpëtim. La ilaha illallah! Ka mbaruar koha komunizmit! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Se bukuria jo as pak nuk pas ka vler, mbulesa për ty është moral dhe nder. Mbulesa është farz, oj motër, ti mua më dëgjo, mbulohu oj motër, vetë respekto. Të mbulohesh Zoti, pyet ka urdhëru, andaj ti Allahun zban me kundërshtu. Mbulesa është farz, është obligim, ajo është moral, ajo është shpëtim. Mbulesa është farz, është obligim, ajo është moral, ajo... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra të nderuar, jemi mbledhur sot këtu në këtë protestë personale për kërkuar drejtësi. Për kërkuar drejtësi kundër vendimit udhëzimit administrativ 6/2010, mbi bazën të cilit motrat tona që bashkë Shami po privohen nga drejta për të krijuar arsimin në shkollat publike të Kosovës. Kërkesa jonë është që ky udhëzim administrativ të shfuqizohet sa më shpejt. Jemi mbledhur sot këtu për kërkuar drejtësi nga ata që e shkelën drejtësi. Në fakt janë ata të cilët janë thirrur për të siguruar drejtësi dhe barazinë këtë popull, janë ata të cilët me votën e këtij populli fituan të drejtën për të qeverisur këtë vend. Janë ata të cilët do duhet të siguronin drejtësinë dhe barazinë. Është Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ajo që ndroi këtë udhëzim administrativ mbi bazën e cilit po privohen nga e drejta për të arsimuar në shkollat publike motrat muslimane që bashkë Shami. Është ky një udhëzim administrativ antikushtetues, edhe pse Ministria këtë e ka arqetuar me bazë në kushtetutë. Ne themi, kushtetuta e Kosovës i garanton se të qytetarët e Kosovës lirinë për të qenë laik dhe këta e ka definuar në kushtetutën e saj. Mirë po fakti që është laik nuk jep të drejtën askujt, por që mohuar e drejta arsimit nxënësve në shkollat publike. Shamia është petku i drejtësisë, sinqeritetit dhe vendosmërisë për të kontribuar për këtë shoqëri. Ne jemi mbuluar, jo për të promovuar ndonjë propagandë orientale, por për të realizuar një obligim që vije nga shpallja hyjnore. Do t'i citoj disa nene të kushtetutës së vendit tim që më japin të drejtën e shkollimit. Neni 47 e drejta për arsimin thotë: institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për të arsimuar, sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij.
qetësi. Une, kur isha poshtë, mbajta kutbën të jemi sa ma shumë herë të jemi të qetë. Ju kërkoj masë, që tani, të thejt 3 hapa mbrapa, ju lusë, ashtu, ju kërkoj që masa, deri sa ta marrë një përgjegje, ju lutëm, ne jemi popër që ndëgjojmë një, nëse në doni, Këshilli Organizativ i Protestës, ju kërkëm të jeni të qetë, ju lutëm, shtyheni hapë mbrapa, përsëri, ju lutëm vëzë të ndaruar, ju lutëm, ne jemi këtu për të përgjegjësuar në një pasore. Atëherë, nëse ju në keni përgjegjën ftesës sonë, duheni të vazhdojmë deri në fund kështu, për të treguar këtyre se ne kemi ardhur këtu në mënyrë ma demokratike. Ju lutëm vëllezër, Allah shpërblet. Unë e di se keni të ftohtë dhe nuk mund të përballoni me këto gjëra. Andaj, kjo është ne që do t'ja bëjmë. Ne jemi Këshilli Organizativ këtu në krye me kryetarin e Këshillit, i cili për çdo gjë do të merr hap. Ju lutëm, mos lejoni askënd të hyjë mesin tonë, përveç atyre që janë në krye të kësaj proteste. Ju lutëm, në qetësi do të marrim hap pa ndëjim të duhur. Ju lutëm vëllezër të nderuar. Derisa të del kryetari i Këshillit Organizativ i Protestës dhe të na jap një prej deklaratave të tij se çfarë është bërë me takimin me kryeministrin Hashim Thaçi. La ilaha illallah! Takbir! 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 La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Takbir! 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 La ilaha illallah! 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 Sa u kthyen kryetari dhe antari tjetër i Këshillit Organizativ i Protestës, në emrin tyre flas atë që e transmetuan nga zyra e kryeministrit. Andaj, ne do të presim bashkarisht me juar që pas 30 ditëve, kur do të marrim një vendim nga kryeministria, do të dalim me një deklarat për gjithë masën dhe pastaj do të organizohen apo do të festohet, e cila është drejt themelore e jona, përderisa të marrin një prej vendimeve nga zyra e kryeministrit. Ju kërkojmë vëllezër dhe motra të ndaheni nga këtu në mënyrë paksore. Ju lutem, mos shkaktoni asnjë ekses më të vogël. Kemi afat deri në 30 ditë. Ju kërkojmë edhe këtë gjë, se hera tjera kur ne ju thrasim apo i thret dikush tjetër për ta mbrojtur një prej ligjeve të Allahut Azza wa Jall, të marremi në masë sa më të madhe. Ju përshëndesim. Lusim Allah subhanahu wa taala t'ju shpërblen juve dhe neve, dhe Allah subhanahu wa taala na ndihmon dhe na forcon. Ju kërkojmë të ndaheni në mënyrë më pasore dhe duke treguar jashtë se si protestojnë muslimanët këtu për të ditur se çfarë janë muslimanët dhe edukat atyre. Allah shpërblen. Bulesa për ty është moral dhe nder, të bukuria jo as pak nuk pas ka vler. Bulesa për ty është moral dhe nder,